Horoskopi dëtë 25 maj 2025, parashikimi astrologjik për të gjitha shenjat, dashi, 25 maj 2025, gjendja mendore dhe emocionale, sot. Mund të ndjesh një lloj tensioni të brendshëm apo shqetësim emocional që nuk lidhet domosdoshmërisht me ndonjë ngjarje të madhe. Mund të jetë rezultat i mbi ngarkesës, pritshmërive të larta, ose thjesht një lodhje mendore që është grumbulluar me kohë. Kjo gjendje mund të ndikojë në mënyrën si komunikon me të tjerët, sidomos në marrëdhëniet e afërta. Këshill, mos e mbaj gjithçka brenda. Bisedo me një mik të besuar që të njeh mirë dhe që di si të qetësoj pa gjykim. Shpreha e ndjenjave është hapi i parë drejt shërimit mendor. Muzika ka një efekt të thellë në shpirtin tënd sot. Zgjidh tinguj të butë, si meditime në natyrë, ose ndoshta këngë që të sjellin kujtime të bukura nga fëmijëria ose nga një periudhë e qetë në jetën tënde. Edhe 10-15 minuta dëgjimi mund të bëjnë diferencë. Ka një ndjesi të mirë në ajër për ata që po mendojnë të investojnë, qoftë në një projekt të vogël personal apo në treg. Megjithatë, impulsiviteti mund të jetë armiku yt sot. Pa një konsult të mirë apo analizë, rrezikon të bësh gabime të nxituara. Fëmijët sot janë burimi më i madh i gëzimit për ty, qoftë një lojë, një bisedë e thjeshtë, apo edhe një vizitë në një park. Koha me ta do të bëjë të qeshësh dhe të harrosh shqetësimet. Nëse nuk ke fëmijë të tu, kalimi i kohës me nipër, mbesa apo fëmijët e miqve do të ndihmojë njësoj. Mos u lër pas dore nga ndonjë pengesë që mund të hasësh sot. Mund të mos shkosh aty ku dëshiron menjëherë, por çdo pengesë po të mëson diçka për veten, qëndrueshmërinë dhe vendosmërinë tënde. Nëse planifikon të udhëtosh, bëj një kontroll të fundit. Ngjyra me fat, e zezë, përdore në veshje, aksesor ose dekor për të sjellë stabilitet dhe mbrojtje energjetike. Koha me fat, 14:00-15:00, përdore për vendime të rëndësishme, telefonata, ose për të bërë një hap të madh në një projekt personal. Demi, 25 maj 2025, kjo ditë të fton të ngadalësosh ritmin. Trupi yt mund të kërkojë pushim pas një jave të lodhshme. Një masazh me vajra natyral, ose thjesht një dush i gjatë dhe i ngrohtë, mund të ndihmojë të çlirohesh nga tensioni dhe lodhja fizike. Mos e neglizho mirëqenien trupore, është çelësi për një gjendje mendore më të qëndrueshme. Një kërkesë e papritur për kthim borxhi mund të vërë në siklet financiar. Edhe nëse arrin ta shlyesh, kjo mund të krijojë një boshllëk në buxhetin tënd. Prandaj është thelbësore të mos marrësh borxhe të reja dhe të përqendrohesh te menaxhimi i kujdesshëm i shpenzimeve ekzistuese. Këshill, konsidero të vendosësh një plan të thjeshtë financiar ose të kërkosh këshill nga dikush me përvojë për të shmangur situatat e ngjashme në të ardhmen. Ndodh shpesh që në përpjekje për të menaxhuar punën dhe financat, të lësh pas dore çështjet e shtëpisë. Sot mund të ndodhin tensione të vogla që kërkojnë vëmendje të menjëhershme, qoftë një keqkuptim mes anëtarëve të familjes, qoftë nevoja për ndihmë praktike. Mos e vono ndërhyrjen. Një bisedë e sinqertë dhe një qëndrim i duruar mund të parandalojnë përshkallëzimin e çdo situate. Marrëdhënia me partnerin, nëse nuk i kushton kohë dhe vëmendje ndjenjave të partnerit, ajo mund të ndjehet i lënë pas dore. Bëhu më i pranishëm, më i ndjeshëm ndaj nevojave të tyre emocionale. Edhe një përqafim i ngrohtë apo një bisedë e qetë mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Kujdes në momentet intime. Ndonjë gjest i pavetëdijshëm mund të shkaktojë pakënaqësi ose bezdi, ndaj veprë me dashuri dhe delikatesë. Koha e lirë dhe zhgënjimet e vogla. Nëse ke planifikuar të shikosh një film, ki parasysh që ai mund të mos jetë aq argëtues sa shpresojë ngjyra me fat blu, zgjidh veshje apo aksesor blu për të tërhequr qetësi dhe komunikim pozitiv. Koha me fat 10:00-12:00 ideale. Për të bërë plane, për të diskutuar çështje të rëndësishme apo për të marrë vendime në lidhje me financat dhe familjen. Binjaket, sot, ndryshimet në shtëpi mund të sjellin më shumë rehati dhe stil. Nëse punoni si i pavarur, organizimi i kohës mund të jetë sfidues, ndaj krijoni një rutinë që ju funksionon. Kujdes me ushimin vonë në mbrëmje, mund të ndikojë në cilësinë e gjumit tuaj. Nëse jeni duke studiuar, dita e sotme mund të sjellë frymëzim dhe ide të reja. Shmangni huazimet nga burime të ndryshme për të mbajtur financat nën kontroll. Një dalje në vende të mbushura me njerëz mund të jetë e këndshme, nëse e planifikoni me kujdes. Në familje mund të ndiheni të ngarkuar me detyra, flisni hapur për ndarjen e përgjegjësive. Kujdes me kërkesat e partnerit. Partneri mund të kërkojë diçka që ti nuk mund ta sigurosh tani, dhe kjo mund ta lërë të zhgënjur.
Mëso të komunikosh hapur dhe të tregosh mirë kuptim, vlerësimi në punë, shefi yt do të vlerësoj përpjekjet e tua. Përgatitu për komplimente dhe mundësi të reja, nostalgjia e fëmijërisë, do të ndjesh dëshirën për të rikthyer aktivitetet që të kanë bërë të lumtur në fëmijëri. Mos hezito t'i rikrijosh ato momente, sepse ato do të sjellin gëzim dhe paqe. Suksesi matet në përparim, jo në shpejtësi, edhe nëse duket sikur nuk po përparon sa duhet, ti po arrin shumë më tepër se ç'mendon, vetëm se ndodh në kohën e duhur. Fokus në dashuri. Bisedat për të ardhmen mund të jenë të frytshme nëse i qaseni me mendje të hapur. Në mbrëmjen do të ndjesh qartësi dhe do të kuptosh sa shumë ke arritur tashmë, edhe pse nuk ka qenë gjithçka me shpejtësinë që dëshiroje. Mos hezito të jesh pranë të tjerëve, edhe nëse ndihma jote është e vogël apo thjesht një fjalë mbështetëse, ajo do të ketë vlerë të madhe dhe do të sjellë një ndjesi të veçantë mirëqenieje. Ngjyra me fat. Blu e errët përdoreni ketë ngjyrë sot. Koha me fat. 9 deri 11:30. Gaforja, 25 maj 2025, kjo ditë të fton të marrësh një hap prapa nga rutina e përditshme dhe të përqafosh kujdesin për veten. Nëse ke mundësi, largohu pak më herët nga puna dhe shfrytëzo kohën për aktivitete që të sjellin kënaqësi. Mund të jetë një shëtitje në natyrë, një seancë masazhi, një film i dashur, ose thjesht kohë me veten në qetësi. Këto momente nuk janë luks, janë nevojë. Mos janë anashkalo për shkak të përgjegjësive. Ti nuk mund të derdhësh nga një gotë bosh, nëse po mendon të bësh një investim, qoftë në një projekt, pasuri të paluajtshme, ose në treg, dita është e favorshme. Megjithatë, këshillohu me një ekspert financiar të besuar përpara se të veprosh. Ky hap mund të bëjë diferencën mes një suksesi afatgjatë dhe një shgënjimi të shpejtë. Kjo është një ditë e ndjeshme për marrëdhënien tënde. Dashuria është e fortë, por ndërhyrjet nga jashtë, qoftë nga një mik i pa autorizuar apo thashë theme, mund të sjellin tension ose keqkuptime. Mos lejo që dyshimet e pabazuara të ndërhyjnë në lidhjen tuaj. Këshill, komunikimi i sinqertë dhe dëgjimi aktiv janë thelbësor. Fjalët e dashurisë dhe gjestet e vogla mund të zbusin çdo tension. Fatmirësisht, do të kesh shumë kohë të mirë për të ndarë me bashkëshortin ose partnerin. Dita ka një energji pozitive që favorizon lidhjet emocionale të thella. Prania jote, humori yt dhe vëmendja që i kushton atij asaj do të forcojnë ndjeshëm lidhjen mes jush. Paralajmërim: kujdes nga keqkuptimet që mund të lindin nga komentet e të tjerëve. Nëse ndonjë i panjohur përpiqet të përfshihet emocionalisht në jetën tënde private, ruaj kufit dhe vendos qartësi. Pavarësisht nga sfidat e vogla, dita është prej atyre që mbeten në zemër. Do ndjesh një lidhje të thellë me partnerin, një vlerësim më të madh për gëzimet e thjeshta dhe një energji të mirë. Ngjyra me fat. Blu, veshja me nuanca të blues sot sjell qartësi, stabilitet emocional dhe qetësi në komunikim. Zgjedhje ideale për ditën. Koha me fat. 14, 30, 16, 20. Shfrytëzoje ketë. Luani, 25 maj 2025, lër punën pas dhe ndjek pasionet. Kjo është një nga ato ditët ku universi të sugjeron me forcë, mjaft me punën. Nëse mundesh, largohu më herët nga zyra apo detyrimet dhe lejo veten të merresh me aktivitete që të ndezin shpirtin. Ajo mund të jetë një pasion i vjetër, një takim me miq të ngushtë, apo thjesht një moment i qetë me një libër që ke lënë për gjysmë. Sot nuk është dita për të rënë dakord për marrëveshje financiare me të tjerët, sidomos nëse përfshin rrezik, paqartësi apo njerëz të panjohur mirë. Mos investo në skema të paqarta, edhe nëse tingëllojnë joshse. Rreziku i humbjes është real dhe i panevojshëm. Një rrezë e vërtet ngrohtësie vjen nga prindërit dhe miqtë e afërt. Ata do të përpiqen sinqerisht të ndriçojnë ditën me fjalë të mira, ndihmë praktike ose thjesht me praninë e tyre të dashur. Kjo është një ditë ku do të ndjesh që nuk je vetëm, dhe kjo do të ketë efekt thellësisht pozitiv në shpirtin tënd. Pasdite, një valë e papritur ndjenjash romantike mund të kapë në befasi. Mund të jetë një kujtim, një mesazh i papritur, ose një moment i papërshkrueshëm që ndes diçka të re. Lejoje veten të ndjej. Kjo është pjesë e bukurisë së qenies njerëzore nëse je i përfshirë në aktivitete sportive ose fizike. Mbaje në mend se edhe pse të ndihmojnë në mirëqenien e përgjithshme, nuk duhet të konkurrojnë me objektivat edukative apo profesionale. Ky është një paralajmërim për të gjetur ekuilibrin mes trupit dhe mendjes. Për ata që janë të martuar, kjo ditë ka potencial të kthehet në një nga më të veçantat në marrëdhënien tuaj. Gjestet e vogla, kujdesi reciprok dhe momentet intime do të krijojnë kujtime të bukura.
Mos e humb këtë shans për të forcuar lidhjen dhe për të treguar vlerësim të sinqert. Ngjyra me fat, argjendi, silver, një nuancë që nxit pastërti mendore, ndriçim shpirtëror dhe qartësi në komunikim. Mund ta veshësh në veshje, bizhuteri apo aksesor. Koha me fat, 15, 30, 16, 45, e përshtatshme për vendime financiare. Birgjëresha, 25 maj 2025, pas një periudhe ku ke qëndruar je fokusuar, me mendime të qarta dhe qëllime të forta, universi më në fund po reflekton këtë energji pozitive mbrapsht. Suksesi në përpjekjet aktuale është shumë i mundshëm, veçanërisht në projekte që kërkojnë përkushtim dhe qëndrueshmëri. Mund të hasësh një situatë ku do të nevojitet të riparosh një pajisje elektronike, si telefon, laptop apo një pajisje shtëpiake. Edhe pse jo katastrofike, ky lloj shpenzimi mund të ngatërojë buxhetin, ndaj planifiko me kujdes dhe shmang blerjet impulsive. Nëse jeton me familjar apo partner, mos i lejo situatat e vogla të shndërrohen në debate. Ndjeshmëria dhe tensionet janë paksa të ngritura sot, por reagimi yt i qetë dhe empatik mund të bëjë diferencën. Komunikimi i butë është çelësi, partneri yt e ndjen fuqishëm praninë tënde sot. Ajo që ti thua, apo zgjedh të mos thuash, do të ketë efekt emocional të thellë. Je i hapur. Mendimet e tua janë të çmuara dhe ndarja e tyre mund të thellojë lidhjen në mënyrë domethënëse, nëse je në një lidhje të qëndrueshme apo je martuar. Kjo ditë ka potencialin të bëhet një nga më të bukurat e vitit për ty dhe partnerin e tënd. E një vakt i përbashkët, një bisedë e thellë apo një përqafim i gjatë mund të kthehen në kujtime të çmuara. Kur kalon kohë me familjen, ruaj ekuilibrin. Mund të lindin tensione të papritura, ndoshta për çështje të vogla. Por me një dozë të vogël durimi, ti mund të mbash atmosferën harmonike dhe plot dashuri. Për të tërhequr rritje financiare dhe stabilitet ekonomik, ha 11 kokra gruri në lindjen e diellit. Ky ritual i thjesht lidhet me forcimin e lidhjes me tokën dhe energjinë e vetdijes materiale. Ngjyra me fat, e purpurt, frymëzon mençuri, qartësi mendore dhe një ndjenjë të thellë të drejtësisë dhe spiritualitetit. Koha me fat, 15, 00-17-00, koha ideale për të marrë vendime, për të ndarë ndjenjat ose për të përfunduar detyra që kërkojnë vëmendje dhe vullnet. Peshorja, 25 maj 2025, shëndet i shkëlqyer lajme të mira financiare. Sot, trupi dhe mendja jote do ndihen në harmoni. Nëse je përfshirë në një çështje ligjore që lidhet me financat, yjet janë në favorin tënd. Një vendim pozitiv në gjykatë mund të sjellë lehtësim të mirëpritur financiar dhe ndjenjen e drejtësisë. Gjatë ditës, mund të shfaqet një periudhë e shkurtër tensioni emocional, por forca dhe ngrohtësia e familjes do të të ndihmojnë ta kalosh. Mos harro se ndihma ndonjëherë nuk ka nevojë për fjalë. Prania dhe mirëkuptimi i heshtur janë po aq të fuqishëm. Në marrëdhënie, mbaj qëndrimin tënd. Vetë respekti është themeli i dashurisë së shëndetshme. Asnjë dashuri nuk ka vlerë nëse kërkon që të fshish vetveten. Sot është dita për të thënë butësisht, unë jam këtu, por jo pa kufi. Familjarët mund të kërkojnë vëmendjen tënde, por ti do ndjesh një thirrje për të qenë më introspektiv. Koha për veten nuk është egoizëm, është kujdes. Leximi i një libri, një ecje e qetë, apo edhe një pasdite me filma mund të jenë mënyra të bukura për të rilidhur me vetveten. Ngarkesa nga detyrimet ditore mund të rëndojnë në mbrëmje. Për të rigjetur qetësinë, mjafton edhe një moment heshtjeje, meditim i lehtë ose një ritual i vogël falënderimi. Edhe një qiri i ndezur me qëllim të qartë mund të sjellë ndriçim të brendshëm. Për të rritur harmoninë dhe lumturinë në jetën familjare, jep ndihmën ose një akt dashamirësie ndaj një figure femërore në familje, në veçantë vajzës tënde, tezes, hallës ose kunatës. Kjo energji e dhuruar do të kthehet shumë fish. Ngjyra me fat, verdhe, frymëzon qetësi, ekuilibër dhe komunikim të pastër emocional. Koha me fat, 11, 12, 30 paradite. Momenti ideal për të ndërmarrë veprime të rëndësishme, për të biseduar për çështje familjare ose për të planifikuar çështje financiare. Akrepi, 25 maj 2025, fuqia e energjisë është me ty, përdore me mençuri. Sot do të ndjesh një rritje të ndjeshme të energjisë, një lloj vale brendshme që të nxit të veprosh, të zgjidhësh gjëra dhe të përballesh me sfidat. Por kujdes, presioni i punës mund ta tendosë këtë energji, duke të bërë më të irrituar se zakonisht. Praktiko ndërprerje të shkurtra gjatë ditës për të shmangur shpërthimet emocionale. Nëse je i përfshirë në sipërmarrje apo tregti, ka shumë mundësi që sot të marrësh një lajm pozitiv përfitime. Kjo do të sjellë gëzim jo vetëm për ty, por edhe për personat që varen nga suksesi yt.
Kujdesu për çdo detaj, sot fati dhe përkushtimi janë në bashkëpunim. Je një person që jep pa kushte, por sot energjitë paralajmërojnë që disa miq mund të përpiqen të përfitojnë nga zemra jote e mirë. Vëzhgo me kujdes, ruaj kufit emocional dhe material pa u ndjerë fajtor. Në marrëdhënien në çift, ju të dy do të tregoni ndjeshmëri ndaj familjes dhe vlerave që ajo përfaqëson. Ky përputhje i rrallë do të thellojë dashurinë tuaj. Për beqarët, një person i ri mund të hyjë në jetën tuaj përmes një rrethi familjar ose një takim të papritur. Një ftesë e rëndësishme dhe e papritur mund të vijë sot, një mundësi për të dalë nga rutina, për të njohur dikë të ri, ose për të filluar një bashkëpunim që nuk e kishe parashikuar. Mos e refuzo, ky ftesë mund të jetë një derë e hapur drejt diçkaje më të madhe. Nëse së fundmi ke ndjerë se jeta të ka testuar rënd, lajmi i mirë është se energjitë po ndryshojnë. Sot do të ndjesh një lloj qartësie, ndjesinë se gjithçka po kthehet në rrugën e vet. Kjo nuk është rastësi, është shpërblimi i qëndrueshmërisë tënde. Mesazhi i ditës për ty, Akrep, nga thellësitë e tensionit lind qartësia. Dhe ti, më shumë se kushdo tjetër, di si të lindësh sërish, më je fortë, më je mençur, më je qartë. Ngjyra me fat, e zezë, sot të mban të lidhur me rënjët dhe vendosmërinë tënde. Koha me fat 19-00-21-00. Shigjetari, 25 maju 2025, një ditë për të rifilluar trup, mendje dhe shpirt. Sot është dita perfekte për t'i dhënë një shtysë të re mirëqenies tënde. Qoftë një vendim për të filluar një dietë më të shëndetshme, të nisësh aktivitet fizik, apo thjesht të ndalosh për të marrë frymë me vetdije, universi të mbështet në çdo hap për ta kthyer veten në versionin më të mirë të mundshëm. Nëse po mendon të bësh një investim ose ndryshim në aspektin ekonomik, kërko këshillën e dikujt që përzihen përvojën me imagjinatën. Kombinimi i inovacionit dhe mençurisë do të çojë drejt një vendimi të suksesshëm financiar. Bëj pyetje, dëgjo me kujdes dhe beso në instinktin tënd. Ndonse mund të shfaqen disa sfida sot, familja do të qëndrojë përkrah teje, duke të dhënë këshilla të vlefshme dhe mbështetje emocionale. Mos harro të shprehësh mirënjohjen, edhe një përqafim ose një faleminderit mund të jetë mrekulli bërës. Vëzhgimi i atyre që kanë përkryer zanatin e tyre mund të japë frymëzim dhe vetbesim. Mos i nënvlerëso momentet e qeta të vëzhgimit, në to lind motivimi për të kapërcyer veten. Energjitë janë tërheqëse sot, është e mundur të takosh dikë që ndjehet i rrallë, një shpirt që rezonon me tënden. Për beqarët, kjo mund të jetë një ditë fatlume për një ndjenjë të re. Për ata në çift, thelloni lidhjen, qoftë përmes një bisede të sinqertë apo një gjesti të ëmbël pa arsye. Në orët e lira, ktheu pas dhe përfundo ato detyra të vogla që i ke lënë pezull. Ndjesia e përmbushjes do të japë qetësi dhe vetvlerësim. Sot, çdo gjë që përfundon do të japë energji të re. Në lidhjen bashkëshortore, dita sot shkëlqen, shpreh dashurinë lirshëm, qartë dhe me zemër. Ngjyra me fat, e purpurt, një ngjyrë e thellë që simbolizon vizionin, frymëzimin dhe qetësinë e brendshme. Koha me fat, 10-00-12-00 paradite, ideale për vendime të rëndësishme, për nisje të reja apo takime të sinqerta. Mesazhi i ditës për ty, shigjetar, ti je një udhëtar i shpirtit, kur beson në drejtim. Britsjapi, 25 maju 2025, sot yjet të nxisin të përqendrohesh në përmirësimin e vetes. Qoftë përmes leximit, meditimit, një ndryshimi në stilin e jetesës apo të sjelljes, çdo hap i sinqert drejt rritjes personale do të shpërblehet në mënyra që as nuk i imagjinon. Energjia e ditës të mbështet në këtë udhëtim vetë përmirësimi. Disa mundësi premtuese financiare mund të shfaqen sot. Mos u ngut, çdo ofertë kërkon analizë të thellë, përparësitë dhe rreziqet duhet të vlerësohen me kujdes. Po të tregohesh i matur, kjo ditë mund të shënojë fillimin e një rrugëtimi të suksesshëm ekonomik. Stukbërnësia jote, që shpesh buron nga dëshira për të patur kontroll, mund të shkaktojë tension në shtëpi, sidomos me prindërit. Sot është një ditë për dëgjim të thellë dhe respekt. Kujto që përulësia nuk është dobësi, është furtësi. Dikush nga jashtë mund të përpiqet të ndikojë në marrëdhënien tuaj. Mbro dashurinë me sinqeritet dhe komunikim të hapur. Mos e lejo dyshimin të krijojë distancë. Një bisedë nga zemra në zemër mund ta zgjidhë çdo dyshim. Nëse arrin të gjesh pak kohë vetëm për veten, mos e shpërdoro. Mëso diçka të re, praktiko një aftësi që të pëlqen ose thjesht reflekto në heshtje. Kjo do të të ndihmojë të forcosh ndjeshëm vetbesimin dhe përgatitjen për sfidat të ardhshme. Financat familjare, kujdes i shtuar, ka gjasa që një vendim financiar i bashkëshortit të krijojë një vështirësi të përkohshme.
Mos e merr personale, përpiqu të gjesh zgjidhjen së bashku, në vend që të krijosh përplasje. Bashkëpunimi sjell qetësi dhe stabilitet. Për të sjellë pozitivitet dhe harmoni në shtëpi, zbukuro vazon e bimëve me mermer të vegjël ose gur shumë ngjyrash dhe vendosi në qoshet e dhomave. Ky ritual i vogël ka ndikim të madh në energjinë e mjedisit, ngjyra me fat, e gjelbër, ngjyra e rilindjes, qetësisë dhe besimit të brendshëm, koha me fat, 5:00 pm, 6:00 pm. Ujori, 25 maju 2025, lajme të mira dhe kthesa pozitive. Sot është një nga ato ditë ku universi zgjedh të buzëqesh. Një lajm i shumë pritur ka gjasa të gëzoj pa mas. Nëse je përpjekur të shesësh një pronë apo tokë, një blerës serioz dhe me ofertë të favorshme mund të shfaqet. Guxo të shohësh përpara. Ky zhvillim mund të hapë rrugë të reja për mirëqenie financiare. Në mjediset sociale, sharmi dhe humori yt i shpejt do të bëjnë të dallosh. Të tjerët do të ndihen të tërhequr nga praninë jote pozitive. Kjo është një ditë e mrekullueshme për të krijuar lidhje të reja, për të forcuar marrëdhënie ekzistuese dhe për të lënë një përshtypje të paharrueshme. Megjithatë, ki kujdes, lidhjet sekrete apo fshehtësitë në marrëdhënie mund të dëmtojnë imazhin dhe vetbesimin tënd. Shko për transparencë dhe ndershmëri, ato janë armët më të forta në një botë plot iluzione. Dikush nga e kaluara mund të kontaktojë, qoftë një mik i vjetër, një ish partner apo një kujtim i bukur. Kjo takim ose mesazh nostalgjik do të sjellë reflektime të thella. Mund të jetë një fillim i ri, ose thjesht një përkujtim se sa larg ke ardhur. Sot mund të kesh një përplasje të lehtë me bashkëshortin e rreth planeve të mbrëmjes. Njëri dëshiron të dalë, tjetri të qëndrojë në shtëpi, një skenë e zakonshme por e menaxhueshme. Këtu, durimi dhe kompromisi do të jenë çelës. Mos e shndërro një situatë të vogël në dramë të madhetike përgjigjet brenda vetes, ndërsa të tjerët mund të japin këshilla, zgjidhjet e vërteta burojnë nga brenda teje. Merr kontrollin e situatave pa frikë. Instinkti yt është më i fuqishëm se ç'mendon. Mjafton ta dëgjosh për të sjellë dashuri dhe harmoni në jetën personale. Ha ushqimin sot në një pjatë prej bronzi. Kjo praktikë simbolizon qëndrueshmërinë dhe energjinë e pastër të lidhjeve. Ngjyra me fat, e verdhë, sjell ndriçim mendor, optimizëm dhe aftësi komunikimi të përforcuara. Koha me fat, 2:00 pm, 3:00 pm. Peshqit, 25 maju 2025, mos u mërzit për gjërat e vogla, shpirti yt meriton qetësi. Sot, mos lejo që vogëlsirat të turbullojnë mendjen. Ti je një shenjë me një botë të pasur emocionale dhe imagjinat të thellë, ndaj, ruaje paqen tënde të brendshme si një thesar i shenjtë. Nëse ndihesh i shqetësuar, merr frymë thellë dhe kujto vetes se gjithçka kalon. Nëse ke menduar të investosh në antikuar ose bizhuteri, dita është shumë e favorshme për këtë. Jo vetëm që do të sjellin përfitim financiar, por mund të jenë edhe burim energjie shpirtërore dhe pasurie familjare. Dikush nga të afërmit që ndodhet larg mund të sjellë një lajm të papritur e shumë të gëzueshëm, që do të mbush shtëpinë me hare dhe emocion. Mund të jetë një lindje, fejes apo sukses i dikujt të dashur. Energjia pozitive që sjellin këto momente do të ndriçojë edhe shpirtin tënd. Sot, ndjenjat e dashurisë do të jenë të thella dhe pothuaj transcendentale. Do ndjesh sikur gjithësia është përqendruar në lidhjen mes teje dhe dikujt të dashur. Nëse je në një marrëdhënie, kjo mund të jetë një ditë që mbetet në zemrën tuaj për një kohë të gjatë. Një detyrë pune që ke lënë pezull do të kërkojë vëmendje në orët e mbrëmjes. Mund të jetë lodhëse, por përmbushja e saj do të jap kënaqësi dhe do të lehtësojë mendjen. Konflikte të vogla mund të krijohen në marrëdhënien në çift. Tensioni mund të rritet nëse nuk jeni të kujdesshëm me fjalët. Tregohu i duruar dhe i ndjeshëm, sepse edhe pala tjetër është duke kaluar sfidat e veta. Një bisedë e qetë dhe një përqafim i sinqert mund të zgjidhin gjithçka. Ngjyra me fat, e purpurt, simbolizon misterin, intuitën dhe thellësinë emocionale që t'i zotëron me natyrë. Koha me fat, 2:00 pm, 4:00 pm. Përdore për biseda të rëndësishme, vendime emocionale apo takime të reja.